shikues të TV Newsit, jemi sot edhe para restorantit ku po zhvillohet edhe mbrëmja maturës me maturantët e degës së mjekësisë. Unë shpresoj që do të kemi maturantë që do të na tregojnë edhe eksperienca të bukura të cilat ndodhen brenda viteve, po edhe sonte se çka presin ata nga kjo natë, gjithashtu edhe në për të ardhmen e tyre. Unë shoh që ka shumë maturantë të cilët duken mjaftuar bukur dhe shpresoj që do të kenë edhe mjaftuar histori të bukura dhe mesazhe të mira për të na dhënë edhe neve sot si televizion. Na ndihni më tej. Këtu afër me kam edhe një profesorish e cila duket shumë bukur momentalisht bashkë me mua. Nuk mundesh me dallu prej maturantëve, është kaq e re, është ndritshme. Do ndoshta më marr një perspektivë nga ana jote si profesorish për gjeneratën që sapo po përcjellni tash. Faleminderit shumë që keni ardhur me na vizitu, po e shihni se është një atmosferë shumë e bukur, shumë pozitive, gjithë prindërit janë të lumtur për fëmijët e tyre, edhe ne jemi të lumtur se kemi nxjerrë një gjenerat të shkëlqyeshme. Siç e dinë edhe opinioni ma i gjerë, shkolla jonë është shkollë profesionale, ku i kemi 3 drejtime elektromakineri dhe mjekësi, dhe ne mund të themi lirisht se kemi një gjenerat të mrekullueshme. Urojmë që gjeneratat e tjera të na vinë sikur që kemi pas këto. Vërtet janë shumë të mirë. Sot nuk ka rëndësi sa të suksesshëm kanë qenë me nota. Sot ka rëndësi se janë gjithë maturantë. Sot ju bashkojnë kujtimet e mira. Jemi të lumtur, po besoj që kemi me kalu një natë mrekullueshme me gjithë nxënësit, po i shohim edhe prindërit janë këtu, janë shumë të lumtur, edhe ju urojmë gjithëve maturën duke ju dëshiruar sukses, duke ju dëshiruar që të vazhdojnë më tutje me studime, sepse normalisht vetëm dia është një dritare e hapur ka bota dhe vetëm ajo do t'ja hapi dyert e gjithë jetës. Por ajo që du ta theksoj, se nxënësit tonë dallojnë ndoshta prej drejtimeve tjera të gjimnazit, sepse këto gjithë kanë nga një profesion me të cilin të ardhmen e kanë një rrugë të hapur. Po. A ke edhe një fjalë përshëndetje për nxënësit që folini mbrapa? Po, thash i përshëndes gjithë maturantët, uroj që t'jenë edhe më të suksesshëm se që ka qenë këtu, ju dëshoj shumë shëndet, shumë suksese më tutje dhe gjithat mirat në jetë kuptohet. Profesoreshën uroj që ju të kënaqeni sonte, të kaloni mirë me nxënësit që po përcjellni dhe uroj që të presësh edhe shumë gjenerata në vazhdim. Faleminderit shumë, edhe unë besoj që kemi me kalu bukur. Presoj që po, faleminderit. Këtu veç para me kam një bukuroshe që po duket vërtet shumë bukur. Desha me të pyet ti je prej drejtimit mjekësisë apo? Po. Okej, çka e të prit prej kësaj nate sonte? Realisht është një natë e paharrueshme, është përfundimi i 4 viteve, të cilat domethënë kemi kalu shumë barjera, kemi thyer shumë barjera, kemi kalu momente të vështira, momente të lumtura bashkë dhe realisht kjo natë është kulmi i këtij kësaj, domethënë i përfshin gjitha bashkë në mënyrë të jashtëzakonshme. Shpresojmë që kemi me kalu mirë. Pavarësisht krejt peripecive, le të themi që i keni pas, ndoshta me gjithashtu matura ose përgatitja maturës ka qenë peripeci në vete për juve, ai keni kushtuar rëndësishëm. Po, realisht ka qenë peripeci në vete, edhe ishte moment i këndshëm, domethënë me u marrë me kësaj punë Përgatitje e këndshme ishte domethënë, përgatitja për maturë. A mund ta thuash diku a ke shpenzuar shumë për maturën, a i ke kushtuar rëndësi aq tepër nga ana financiare, le të themi? Mund të them mesatarisht, domethënë jo edhe me tepruar, mirë po mesatarisht. Qëllimi ishte dukemi bukur. Po dukesh shumë bukur, unë kaq mundem me thonë ty, a ke ndonjë mesazh për maturantët ose ndonjë përshëndetje në fund? I përshëndes gjithë bashkëmoshtarët e me, cilët i kemi kalu 4 vite të jashtëzakonshme bashkë, edhe
ju uroj gjitha të mirat në jetë, edhe në sferat e cilat vendosin ta vazhdojnë. A ke vendosur çka me vazhdu? Po, unë mjekësitë përgjithshme do të vazhdoj drejtimin e njëjtë cilin e nisa. Unë të uroj shumë suksese, gjithashtu uroj që të kënaqesh sonte, shijoje deri në fund. Kjo është Faleminderit edhe juve, ju përshëndes. Tash prapë kam edhe një maturate tjetër e cila po shkëlqen, duke shumë bukur urime. Desha të di çka po pret nga kjo natë sonte, sa e ke prit këtë natë? Përgatitjet e kemi fillu për një kohë gjatë, jemi të e prit me shumë emocione dhe shpresojmë kalojmë mirë këtë mbrëmje, e cila është edhe si kuriorzim i diçka të bukur që ka ndodhur për neve për 4 vjet. Kemi kaluar shumë mirë, patjetër që ka pas edhe momente që ne i kemi prit që të vim këto. Shumë bukur kemi kalu. Edhe përgjithësim në 4 viteve më shumë ke kujtime të bukura, uroj që po. Patjetër po, edhe patjetër do të na mungojë edhe shoqëria, do të na mungojnë momentet e bukura që i kemi kaluar së bashku. Ti po dukesh shumë bukur, unë e thash edhe një herë, po e them prap, a i ke kushtuar shumë rëndësi dhe shumë kohë gjatë? Jo, nuk i kam kushtuar kohë gjatë, për arsye se e kam ditë se do këna mirë, si gjithë maturantët. Nuk i kam kushtuar shumë kohë. Nuk kam marrë shumë kohë. Vjen shumë mirë, edhe dashta me ditë për planet e tua në të ardhmen? Po, patjetër, mendoj të vazhdoj me studime, se jo, ndoshta diçka me mjekësi, të shohim. Faleminderit të dashur, unë uroj që të kaloni shumë mirë sonte, mbajini mend këtë natë dhe ju uroj suksese të ardhmen. Faleminderit shumë. Tash hera parë që kam edhe një mashkull këtu që kam me na tregu për eksperiencën e tij brenda 4 viteve, edhe çka po pret sonte, ç'po pret me kalu. Po besoj si ki qertë shumë mirë kena me kalu, normal kena punu dëri me orë dëri te kjo pikë, edhe besoj që kena me kalu shumë mirë. Dashta me dita, a je marrë shumë gjatë me maturën, a ju si djem keni ma kohë të shkurt për përgatitjen? Shumë kohë të shkurt, su da është jesë përgatitje, po në. Edhe shumë mirë po doke? Faleminderit shumë. A ki ndëri plan për të ardhmen tash? Po, besoj po, me regjistru fakultetin për IT edhe me IT tash, ha? Unë të uroj shumë suksese, a ki diçka mi thonë shokëve të për sonte? Ju dua shumë, kur gjatë tjetër. Faleminderit shumë për momentet më të mira që i kena kalu. Faleminderit prej ti që dhamin të bisë me mu, edhe uroj që të kënaqesh në shione, është ata ju. Faleminderit shumë, hajde kalu. Spari të është e mjëtonë shumë mirë po duk në dëtë, urime maturën. Qësh po prindi me kalu sonte? Shumë mirë, ekstra mirë. Uroj që keni mu kënaq, a ki plane për të ardhmen? Se di, do të me këqyrë. Po më duke që i ki kushtu shumë rëndësi vetës sonte, a e morë gjatë, ko? Vallaj, shumë nga ka morë, po, e kena qitë dhe imë fund. Unë uroj që keni mu kënaq sonte dhe kalu shumë mirë të dytë. Faleminderit shumë. Hajde, qao! Kjo mbrëmje si ç'duket edhe ka shkaktuar një të llovi mjaft të madhe në komunikacion, ne shohim që edhe maturantët janë vërtet emocionuar edhe trafiku është full me veturat edhe që veturat që na përshëndesin. Mundemi me pa që tashmë maturantët veç po nisen për të filluar mbrëmjen e tyre. Gjithashtu kjo mbrëmje po shkon mjaft mirë dhe organizuar pasi që është në kontroll të stacionit policor në Mateq, të cilët po bëjnë një punë mjaft të mirë dhe të kujdesshme.